rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin mbi ju edhe mbi neve. Prindër, baballar, nana, motra dhe vëllezër, sot jemi në kulmin e medresës së Muhammedit a.s. Tek shtëpia e Zotit Xheleshanuhu. Kemi ardhur tonë për një qëllim të mirë. Jo vetëm ne, si njerëz, por kemi edhe melekë. Melekët ecin nëpër botë, në përgjithësi dhe lipin vende ku aty lexohet Kurani, ku shpjegohen këshillat e Muhammedit a.s. Edhe sot, elhamdulillah, kanë gjetë vendin duke ne. Po ne, para jush këtu i kemi nxasin, fëmijët tonë, të cilët kanë viju mësim besimin më tepër se 4 vite. Edhe ato sot kanë përgatitur një program enkas për ju, si familjar, edhe për ne, si hoxhallar, edhe për xhamatin e fshatit tonë. Edhe vetëm se programi është gati, koha është gati, ne do të fillojmë me programin, ku në këtë program udhëheqës i këtij grupi do të jetë Verda Maslami. Ne do të fillojmë edhe inshallah ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm. Zoti ju shpërblet për mirat edhe për dëgjimin që do të rini e furt. Shoqësi e shohëm marrë mësosh. Portave hajde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësevardhje fitërore nga Ameda Xhamaili. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut Xheleshanuhu qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdia i takojnë vetëm Allahut që plot dhe krijuesit të gjithë botrave. Paqja dhe mëshira e tij si dhe selavatet, përshëndetje, dhuratat tona qofshin për Muhammedin a.s. për shokët e tij, familjen e tij, si dhe për ata të gjithë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Shfrytëzoj nga rasti të falenderoj dhe të përshëndes të gjithë juve të pranishëm që me pjesëmarrjen e juaj do të na begatoni këtë manifestim. Uron që të kaloni çastet e mira në programin tonë që kemi përgatitur. Allahu ju begatoft të gjithë. Kur'an do të lexojnë Muhammed El-Sadi, Edita Nuhi, Selma Aliti, Endrita Liu, Berina Ubazi, Maida Liu, Enesa Nuhi, Ardi Recepi, Erdi Asani, Shegaj Meri, Yusuf Sifulaj, Meryem Amiti, Vesa Recepi, Almira Liu, Anisa Zibari, Aryan Miftari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu akhlada kalla liyunbadhana fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-afida innaha 'alayhim musada fi amadin mumaddada. Sadaqallahul azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatu bal ahya'u ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالموغرات صبحا
فوثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا كفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصر إليكم المسنون إن ربك هو العالم بمن دان عن سبيله هو العالم بالمهتدين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنات الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عالم القرآن هلك الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب والأصفيف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما لها حافظ فينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا الناصر والسماء ذات رجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يأكد كيدا ويأكد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صافا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الآمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه وأسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تهدد أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي سبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حسير ولقد زينا
السماء الدنيا بموسى بها وجعلنا فرجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Ilahi nga erina deni e nesa dhe tita novi. Muhammedin Mekke lindi, popullin Islam e bindi, predikimin ati filloj, të rëjetën ja kushtoj, predikimin ati filloj, të rëjetën ja kushtoj. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Medinën të vizitojnë, Muhammedin ku jetoj, të shëvendin e kundroj, Fatihat ja gënoj, të shëvendin e kundroj, salavatet I dërgoj. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Fliroj urban për Allah, në Arafat të Bejtullah, Safa Merva të vrapojnë, ujë Zemzem ta shijojnë. Safa Merva të vrapojnë, Allahu Ekber të jehojnë. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Edhe këtë vit unë sa shova, për të tjerët I përcolla, o haqin qoni selam, se për Qabën zemram qan. O haqin qoni selam, se për Qabën zemram qan. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Bejtullah hajde të shkojnë, Qabën e ta vizitojnë, I uruar është ai vend, Allahun duke përmend. Endrit Aliu, çka duhet njeriu të besojë së pari? Njeriu më së pari duhet të besoj se ekziston një Zot I vetëm dhe I përhershëm. Çka je ti? Unë jam musliman, alhamdulillah. Kush është Zoti yt? Zoti dhe I tërë gjithësisht është Allahu I madhërueshëm. Kur e përmendim emrin Allah, çka do të themi? Kur e përmendim emrin Allah do të themi që të shahu. Berina Abazi. Me çfarë fjalë shpreh njësinë Allahu xhaleshanuhu? Njësinë Allahu xhaleshanuhu e shpreh me këto fjalë të besmisë. Eshhedu en la ilaha illa Allah ve eshhedu enne abduhu ve resuluhu, që do të thotë besoj me zemër që
Kujtoj me kaq nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhallahu dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Zotit dhe i dërguari i Tij. Kush është pejgamberi yt? Pejgamberi i është Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kur e përmendim emrin Muhammed ose kur e dëgjojmë emrin e tij, çfarë duhet të themi? Kur e përmendim ose kur e dëgjojmë emrin e Tij, do të themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Do të thotë o Zot, bashkë mbi Muhamedit dhe mbi familjen e Tij. Cila është feja jote? Feja ime është feja islame. Ai që i beson kësaj feje si quhet? Besimtari i kësaj feje quhet musliman. Kanita Ibrahimi. Çka do të thotë Islam? Islam do të thotë përkushtimi i plot të dorëzimit Allahut madhëruar e përkushtimi bëhet me besim, adhurim dhe sjellje të mirë. Çka na urdhëron feja islame? Feja islame na urdhëron që çdo punë të mirë ta fillojmë me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, që do të thotë filloj me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Po ashtu çdo punë të mirë duhet ta mbarojmë me fjalën Elhamdulillah, që do të thotë faleminderimi takon Allahut xhaleshanuhu. Po ashtu duhet të lavdëruar para dhe pas bukës duke falendëruar Allahun xhaleshanuhu me fjalën Elhamdulillah. Për të mirën tonë, çka na ka dërguar Allahu i Madhërisht? Allahu i Madhërisht për të mirën tonë na ka dërguar shumë pejgamberë. 28 prej tyre janë të shënuar në Kur'an, 25 prej tyre janë të sigurt të dërguar, 3 prej tyre janë të dishit. I pari ishte Hazreti Ademi dhe i fundit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Udhërëfjes për ligjit e fesë islame, çka kemi ne? Udhërëfjes për ligjit e fesë islame kemi hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe Kur'anin famuljar. Arti dhe xhepi. Çka është Kurani dhe çka duhet të themi kur e përmendim atë? Kurani është fjala e Allahut xhaleshanuhu që na mëson se do bëjmë njerëz të ndeshëm dhe të ndeshëm. Ashtu në Kur'an janë të shënuar urdhët dhe ndalimet që na i ndalon Allahu xhaleshanuhu. Kur e përmendim duhet të themi edhe më shumë të thotë Kurani famuljar. Si duhet ta mbajmë Kuranin fisnik? Kurani fisnik duhet ta mbështetim mirë të vendosim në ndonjë vend të lartë ose si nuk duhet të vendosim asnjë vend të. Çka është hadithi? Hadithi janë fjalët e veprat të betimit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Përmes kujt Allahu i Madhëruar i shpalli urdhrat dhe ndalimet e Tij? Allahu i Madhëruar urdhrat dhe ndalimet e Tij i shpalli të treguar i fundit Muhamedit alayhi salatu wasalam përmes melajkëve që kroi. Çka janë melajkët e engjëjt? Melajkët e engjëjt janë krijesa të Zotit xhaleshanuhu të lehta dhe të padukshme. Ata janë të krijuar për drejtën e Nuhit. Ata asnjë aspekt të shëtimit të tyre është të zbërë. Çka janë xhinët dhe shejtanët? Përpos melajkëve përnes krijesa të padukshme janë xhinët dhe shejtanët e mallkuar. Ata janë të krijuar nga flaka e zjarrit, por në mesin e xhinëve ka besimtar të mirë dhe besimtar të keq. Ndërsa tek shejtanët janë të gjithë të keq dhe të mallkuar. Merjem Amiti. Kush është babai dhe nëna e kësaj bote? Babai dhe nëna e kësaj bote është Hazreti Ademi dhe Hazreti Hava. Ti cilën e do më shumë në këtë botë? Më shumë në këtë botë të Allahun madhëruar pejgamberin dashur prindërit e mi, muslimanët dhe të gjithë njerëzit e mirë. Pse e quajmë ne pejgamber Muhamedit alayhi salatu wasalam? Ne e quajmë pejgamber i Zotit xhaleshanuhu sepse ai zotëri i dashur na ka dërguar urdhrat dhe ndalimet e Zotit xhaleshanuhu. Çka na ka lënë Muhamedi alayhi salatu wasalam? Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka lënë librin e shenjtë të Kuranit. Amela Xhemaili. Sa sharte kushte ka feja islame? Feja islame ka 33 sharte, 6 të imanit, 5 të islamit, 12 të namazit, 4 të abdesit, 3 të guslit dhe 3 të tejmumit. Cilat janë kushtet e imanit? Kushtet e imanit janë 6. Amen të bilaj të besosh në Zotin xhaleshanuhu, wa melekët e hi të besosh në melekët e Zotit xhaleshanuhu, wa kutubihi të besosh në librat, kitabet e Zotit xhaleshanuhu, wa rusulihi të besosh në pejgamberët e Zotit xhaleshanuhu, wa al-yawmil akhir të besosh në ditën e gjykimit, wa bil qadri hayri wa sharri min Allahi ta'ala wal ba'thi ba'da al-maut haqqun ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Të besosh se gjithë shka e mira po e keqe vjen nga caktimi i Allahut, të besosh se ringjallja pas vdekjes është e vërtetë, besoj dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i Zotit dhe i dërguari i Tij. Arjan Miftari. Cilat janë detyrat themelore të fesë islame? Detyrat themelore të fesë islame janë 5. Këllimi i shahadetit, falja 5 kohëve të namazit, agjerimi muaj të Ramazanit, dhënia e zakatit 1 herë në vjet dhe shkuarja në xhillot një jetë sipas mundësisë. Cilat janë kushtet e namazit? Kushtet e namazit janë 6. Abdes të marrësh sipas nevojës për trupin të pastrosh, trupin tesha të vendit ku do të falësh të pastrosh, trupin të mbulur sipas shariatit, meshkut të mbulur trupin për periudhën e ngjyrë, ndërsa femrat të mbulur tërë trupin përveç fytyrës dhe shpllakave të duarve. Ka pika të kthesh namazin apo të falësh në niyet të bësh. Vesa e xhepit. Cilat janë pjesët përbërëse ruknet të namazit?
Pjesët që përbëjnë namazin janë 6. 1. Allahu Ekber të thuhet në fillim të çdo namazi. 2. Qëndrimi në këmbë në namazet farzet e vajxhibet. 3. Leximi i Kuranit. 4. Përkulja rukut të bëhet. 5. Leshja të lëshuarit të ballit 2 herë në tokë. Dhe 6. Qëndrimi i ulur në fund të çdo namazi aq sa lexohet leteja. Cilat janë farzët e abdesit? Farzët e abdesit janë 4. 1. Larja e fytyrës një herë plotësisht. 2. Larja e krave nga një herë plotësisht paras me përhyrët. 3. Prekja e 1/4 së kokës me dorë të lakur. Dhe 4. Larja e këmbëve nga një herë plotësisht paras me zor. Mirënesa e namazit. Cilat janë farzët e guslit? Farzët e guslit janë 3. 1. Larja e gojës një herë plotësisht me gargare, larja e hundës një herë plotësisht istishat dhe larja e tërë trupit një herë tërësisht. Cilat janë farzët e tejmumit? Farzët e tejmumit janë 3. Të bësh një herë për tejmum, të ndiqsh duart me dhe të pastër dhe me ta të lëmësh fytyrën dhe përsëri të ndiqsh duart me dhe të pastër dhe me ta të lëmësh krahët. Cilat janë farzët e agjerimit? Farzët e agjerimit janë 3. Të bësh fëmijët për çdo ditë, të dish kohën e saktë për fillimin dhe vajimin e tij dhe të ruash nga ngrënjat, pijet, duhani, bakat dhe gjërat e tjera. Cilat janë farzët e zëqatit? Farzët e zëqatit janë 3. Të bësh niyet për zëqat, të japësh në pjesë të caktuar nga pasuria jote një herë në vit dhe ta japësh në vend të caktuar. Cilat janë farzët e haxhit? Farzët e haxhit janë 3. Të bësh niyet me ihrame, të qëndrosh një kohë në Arafat dhe ta bësh tavafin e ziaretit. Maida Aleo. Në 24 orë, sa kohë namazësh kemi? Brenda 24 orësh ne kemi 5 kohë namazësh. Sabahu, dreka, iqindia, akshami dhe jacia. Nga sa reqate i ka këto namazet? Sabahu ka 4 reqate, 2 sunetet i fars. Dreka ka 10 reqate, 4 sunet, 4 fars dhe 2 sunetet e fundit. Iqindia ka 8 reqate, 4 sunet, 4 fars. Akshami ka 5 reqate, 3 fars dhe 2 sunetet. Dhe jacia ka 10 reqate, 4 sunetet, 4 fars dhe 2 sunetet e mbrëma. Ndërsa 3 reqate që falen pas namazit e jacis janë reqatet e namaz të vitrit, i cili është vajxhib. Vildana i Bishit. Çka është shëriati? Shëriati është ligjë fetare muslimanëve. Sa dispozita ka shëriati? Shëriati ka 8 dispozita. Cilat janë ato dhe çka përfshinën? Dispozitat e shëriatit janë farz, vajxhib, sunet, mustahab, mubah, mekruh, haram dhe mufsid. Farz është punë që Allah xhaleshanu rëndësisht të urdhëroi të punohet. Vajxhib është punë që Allah xhaleshanu urdhëroi të punohet. Sunet është punë që Muhamedi alayhi salatu vesselam e punoi porositi dhe lejoi të punohet. Mustahab është punë që është e luftuar të punohet. Mekruh është punë për të cilën mubah është punë që s'është urdhëruar as ndaluar. Mekruh është punë për të cilën gjetohesh se e punon. Haram është punë që Allah xhaleshanu rëndësisht ndaloi dhe mufsid është punë e cila prish aktiv medal. Pra këto 8 dispozita quhen e fali mukellefin, dispozitat e shëriatit. Poezi nga Elena Ibrahimi. Tunjaja. Sa kesh i rritë s'kjesh namazi, me fort për namaz e kisha mërzi. Për me u falë, kam pritu, nuk isha në ata punë, unë me besu. Kam gjithë një punë për me punu, shefi më tha orari me ma respektu. 2 sahat para nga gjumi jam zgju, te puna sabah unë jam shku. Një ditë unë jam pendu, se unë namazin s'jam duke praktiku. Kur shefit për pare jam duke i qëndru, e Allah u shpirtin që ma ka dhëru, unë s'jam duke e falenderu. Ja Rabi, pendimin ma prano, në rrugën tënde ti më drejto. Ku nga rruga jote, mos më devijo, për hir të namazit në xhenet më dërgo. Ilahi nga Elina Abazi. Si trëndafili që qetë pranverë në zemrën time, lëshon një erë, aron të këndshme e të bekuar, ty kuran je i lavdëruar. O Allah që na krijove, me islam na udhëzove, nga gjithë krijesat ty na dallove, me Kur'an na zbukurove, nga gjithë krijesat ty na dallove, me Kur'an na zbukurove. Kur'ani është fjale e Zotit që i zbriti Muhammedit, kush jeton si pas Kur'anit, i hap dyert e xhennetit. Kush jeton si
pas Kuranit i hapyer te xheneti, në një shtëpi që ka Kuran, ka bereqet dhe pasuri, aty ku lexohet Kurani, Allahu e shton lumturinë, aty ku lexohet Kurani, Allahu e shton lumturinë, si trëndafili që qet pranver në zemrën time, lëshon një arom të këndshme e të bekuar, ty Kuranje i lavdëruar, si trëndafili që qet pranver në zemrën time, lëshon një arom të këndshme e të bekuar, ty Kuranje i lavdëruar, ty Kuranje i lavdëruar. Ilmihal pyet Ilnana Iveshi. Era sekullare. Përveç festove të namazit, çfarë namazësh tjera kemi? Kemi namazin Travis që është suneti më pjedej, ka 20 recate dhe këto falin gjatë muajit Ramazanit pas namazit të Yatsis. Kemi namazin e Xhumas, i cili ka 4 sunet, 2 farze, 4 sunet të mbrëma, po ashtu 2 farze të ativaktit dhe 4 sunet të mbrëma të ativaktit. Suneti i Xhumas është namazi i Xhumas është farzi ai përmeshur. Kemi namazin e Bajrameve të cilët kanë 4 recate dhe janë në banxhi përmeshur. Kemi namazin e Xhenazit, i cili është farzi kifaje përmeshur dhe i kanë dhe është përpër për 4 tekbireve dhe disa lutjeve. Dhe në fund kemi seçën e leximit të Kuranit, e cila bëhet me një të bënë të vajtë të botë në tokë të një seçë. Për të falë namaz, çfarë duhet të bëjë muslimani? Për të falë namaz, muslimani duhet të marrë abdes. Si merret abdes? Abdes i merret kështu, së pari themi, Eudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. E bëjmë dijen, e lanë duart deri në fytyrësik, e shpëlajmë gojën 3 herë deri në fytyrë, e shpëlajmë fundën 3 herë, e lanë fytyrën 3 herë dhe atë përsëgjatim nga lënia e frokëve deri në mjekë dhe përsëgjeni nga lënia vesh në vesh tjetër. E lanë krahun e djathtë deri në byryt, po ashtu do të vajtë 3 herë. Me dorë të lagur prekim pjesën e përparme të kokës mes një herë, kurse me të dy duart të lagura e fërkojmë qafët e veshët. Dhe më në fund e lanë krahun e lanë këmbën e djathtë deri mbi hyje, po ashtu do të vajtë 3 herë. Erina Abazi. Cilat janë detyrat e fëmijëve ndaj prindërve të tyre? Detyrat e fëmijëve ndaj prindërve të tyre janë: ti zbatojnë urdhrat e tyre në të rëndësishme. Çdo thirrje e tyre ju përgjigjen me kënaqësi. Në bashkëbisedë me to të mos e ngrënë zërin. Ti kujtojnë prindrit edhe pas vdekjes, ti duan shokët e prindërve të tyre dhe ti nderojnë në çdo moment prindrit ti kënaqin. Cilat janë detyrat e prindërve ndaj fëmijëve të vet? Detyrat e prindërve ndaj fëmijëve të vet janë: të kujdesen për shëndetin e fëmijëve të vet, të kujdesen për edukimin të rregullt, së pari pikpamje fetare dhe natë shkencore, t'ju japin ditori, shkollim të lartë dhe t'i aftësojnë në jetë. Sunet është që fëmijëve të vet ju bënë emra të mirë, të kuptueshëm si dhe t'i bëjnë sunet. Cilat janë detyrat ndaj farefisit? Detyrat ndaj farefisit janë: ti vizitor sipas mundësive, t'ju ndihmosh materialisht, t'ju japësh përparësi në sadaka. Edita Nuhi. Cilat janë detyrat ndaj fëmijëve? Detyrat ndaj fëmijëve janë ti përshëndes dhe ti ketë kontaktet e mira me ta, të mos u bësh shpifit, ti mbaj lidhjen me ta rregullisht, tu ruaj ndetin dhe pasurinë, ti vizitoj rregullisht në gëzim dhe ngushëllim. Si do të themi kur të shtemi? Muslimani dhe muslimania kur të shtin duhet të thonë kështu: elhamdulillah, që do të thotë Zoti, falënderimi i takon Allahut xhaleshan. Si do t'ja bëj ai që dëgjon atë që të shtemi? Ai do t'ja kthej kushturie rahmukallah, që do të thotë Zoti të më shiroft. Si do t'i thotë përsëri ai që të shtemi? Ai do t'i thotë një hedina vihet i kumulla, Zoti na drejt në më shiroft neve dhe juve. Enesa Nuhi. Cilat janë gabimet mëkatet më të mëdha? Gabimet ose mëkatet më të mëdha janë: Allahun xhaleshan të shash, pejgamberët të shash, prindërit të mos i nderosh, të bësh vetvrasje ose të vrasësh tjetrin, të bësh bije në të rreshëm, të dëshmosh në të rreshëm, të bësh shpifje tjetrit, të përsërisësh gabime të vogla shpeshherë, të injorosh namazet e gjatin dhe Ramazanin pas një arsye, të përdorësh
Pjetër kolike kumarin dhe fund. Verda Maslami. Cilat janë cilësitë e Zotit Xheleshanu? Cilësitë e Zotit Xheleshanu janë 14, sifatet zate dhe sifatet suhute. Sifatet zate janë 6, ato janë vujud, Zoti ekziston, lidhemi, përheshëm pa fillim, beka, janë shpeshëm pa mbarim, vëhdanie, një është malet, fitëm li havadis, nuk i janë askuj dhe asje, janë binefsi i ekziston nga vetvetiu. Sifatet suhute janë 8, ato janë hayat, zoti jeton, lidhem, di diçka, sen, dëgjon diçka, besar, sheh diçka, iradet, në vullnetin e vet me diçka, kelam, flet me të folërin e vet finor, tekni, diçka shpik për balë dhe zhduk. Si do të besojnë në melekët e njëjtë e Zotit Xheleshanu? Në melekët e njëjtë e Zotit Xheleshanu duhet të besojmë në këtë mënyrë. Janë krijesat e lehta të padushme për ne, janë të pjora vëzhgjet e nurit. Gjini nuk kanë femër, mashkull nuk janë, përmendje pire gjumë nuk kanë nevojë, gabime por nuk bëjnë, urdhrat e Zotit Xheleshanu plotësisht i zbatojnë, neve na ndihmojnë dhe na japin mendime të mira. Berna Bajrami. Cilat janë melekët më të njohur? Melekët më të njohur janë Xhebraili, Mikaili, Izrafili, Azraili, Kiramen, Katibin, Munkerin, Nekiri, Maliki dhe Ridvani. Kush janë gjinët dhe shejtanët? Përbos melekëve suksesit edhe të padushme për ne kemi gjinët dhe shejtanët. Ato në të krijuar nga flaka e zjarrit dhe mesin e gjinëve ka besimtarë dhe jo besimtarë të mirë dhe të keqë, ndërsa shejtanët të gjithë të keqë dhe të makohen. Çka janë kitabet e librat? Kitabet e librat e Allahu Xheleshanu, xhmaat melekët Xhebrail u ashmallet pejgamberët e vet. Erina Ademi. Sa libra ka shpallë Zoti Xheleshanu? Allahu Xheleshanu me anën e melekit Xhebrail njerëzimi gjithsej i shpallën 104 libra. Prej tyre 100 janë të vogla dhe 4 të mëdha. Të vogla quhen Suhuf Fletushka, ndërsa të mëdha quhen Kitab e libra. Kujt i kanë zbritur fletushkat? Suhuf Fletushka që në shpallë, 10 Azramit Ademit a.s. 50 të Shifit a.s. 30 të Idrisit a.s. dhe 10 të Ibrahimit a.s. Cilët janë librat, kitabet dhe kujt i kanë zbritur? Libra të shpallë janë Teurati, Zaburi, Injilit dhe Kurani i Kerim. Këto janë shpallë këtyre pejgamberëve. Teurati zbriti Hazreti Musait a.s. Zaburi zbriti Hazreti Davudit a.s. Injili zbriti Hazreti Isait a.s. dhe Kurani i Kerim zbriti Muhammedit a.s. Erdi Asani. Çka përmban Kurani familjar? Kurani familjar është libri i fundit që përmban çdo gjë për më kryesore për banku të 4 gjëra, në të cilat detyrohet besimin e vërtetë, adhurimin e Zotit Xheleshanu dhe mësimin të moralit të mirë. Çka janë pejgamberët? Pejgamberët janë njerëz të cilët Zoti ka sjellur nga populli, tek i cili i ka dërguar me shpatjen e tij, me atë shpatje të udhëhequr popullin e vetë në rrugët e drejtë e rruga Allahu Xheleshanu. Si duhet i besojnë pejgamberët e Zotit Xheleshanu? Pejgamberët jemi të obliguar të besojmë sipas këtyre 5 besimeve biu, se kanë qenë mesin, kanë qenë të nxjerrën fjalë, kanë qenë të zgjuar, shpatën e Zotit plotësisht që ka shpjeguar, kanë qenë të mbrojtur për të gjithë problemeve. Sa pejgamber ka dërguar Allahu Xheleshanu? Allahu Xheleshanu ka dërguar për pejgamberin e parë i ka qenë Hazreti Ademi, ndërsa i fundit Muhamedi alayhis salam. Në mësimin se ka pasur Zoti e tij, në Kur'an janë shkruar 28-25 të sigurt të 3 me dyshim. Anisa Sibahari. Cilët janë prej tyre të sigurt, cilët me dyshim? Pejgamberët janë këta: Ademi, Idrisi, Nuhi, Hudi, Salihi, Ibrahimi, Luti, Ismaili, Isaki, Jakubi, Jusufi, Ejubi, Shuaibi, Musai, Haruni, Davudi, Sulejmani, Ilyasai, Zulqifeja, Zekaria, Yahya, Yunusi, Isa dhe Muhamedi a.s. Ndërsa me dyshim janë Uzeiri, Lukmani dhe Dhulkarnaini. Cili prej tyre është pejgamberi jonë? Pejgamberi jonë është Muhamedi a.s. që do me thënë s'ka me pas ndonjë pejgamber tjetër pas vetë. Shega i Meri. Kur dhe ku ulit Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. ulit ditën e hënë me 12 Rebiul Evvel me 20 gusht të vitit 571 në qytetin e Mekës në Arabinë Saudite. Si ka emrin nëna dhe babai i tij? Babai i tij ka emrin Abdullah, ndërsa nëna e tij Emine. Cilat gruaja nga ati Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. derisa ishte më foshtë në fitë dhe qumësht ka Halime, e cila ka kote fisit Beni Saud. Cilit fisit ka kote Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. i takon të familjes Hashimite të fisit Quraysh. Erina Ibrahimi. Kush u kujdes për Muhamedit a.s. pas vdekjes së prindërve të tij? Pas vdekjes së prindërve të Muhamedit a.s. për të kujdes gjyshi i tij, Abdul Muttalibi. Ai për të kujdes 2 vjet. Pas vdekjes së gjyshit të tij, për Muhamedit a.s. u kujdes mixha e tij, Ebu Talibi, i cili e donte si fëmijën e vet. Kur i erdhi Muhamedit a.s. grada e pejgamberisë? Kur Muhamedi a.s.
selam I bëri 40 vjet I erdhi grada e pejgamberisë, që do të thotë shpallja nga Allahu xhaleshanuhu, e cila gjatë 23 vjet, 13 në Mekë dhe 10 në Medinë. Kur I bëri 63 vjet, ai ndroi jetë. Si duhet ta besojmë ditën e gjykimit? Ne duhet të besojmë se kjo jetë është kalimtare, ndërsa jeta pas vdekjes, ahireti është e përhershme. Besojmë se pas vdekjes do të ringjallemi me trup dhe me shpirt dhe do të takohemi në një vend të caktuar, mahsher, ku do të japim llogari për punën që e kemi bërë në këtë jetë. Besojmë se fletat e sebapeve, gjinaheve, peshorja, kalimi I urës dhe xhenemit, llogaria e varrit, xhenemi dhe xheneti janë të vërteta. Si duhet ta besojmë kaderin e Zotit xhaleshanuhu? Kaderin, fatin e Zotit xhaleshanuhu, duhet ta besojmë në këtë mënyrë. Gjithçka që ekziston, ndodhet në botë, e mirë apo e keqe, ndodh nga caktimi I Allahut xhaleshanuhu. Ailin Zenoni, Selma Aliti, Peron Ramadani, Muhammed Esati, Yusuf Sekullahi, cilat janë 24 farzët? Çdo musliman dhe muslimane duhet të përmbajë këtyre 54 farzëve që ne do t'i përmendim, dhe ato janë: të besoj 6 kushtet e imanit, të përmendesh Zotin xhaleshanuhu në çdo moment, të marrësh abdest për namaz dhe për leximin e Kuranit familjar, të lash dore trupin kur ka nevojë, të falësh 5 kohët e namazit rregullisht, të falësh 5 kohët të namazit rregullisht, të jesh I kënaqur me atë që ke, të mbështesësh Zotin xhaleshanuhu në çdo moment, të jesh I kënaqur me atë që ke. Të falenderosh Allahu xhaleshanuhu për të mirat që t'i ka dhënë, të jesh durimtar në fatkeqësi, të pendosh prej gabimeve, të lutesh Zotin xhaleshanuhu me zemër të plotë të pastër, sinqerisht, të njohësh shejtanin gjallë si armik, të konsiderosh Kurani fisnik argument kryesor, të njohësh të besosh se vdekja do të gjejë kudo që të ndodhesh, të këshillosh të vëzosh ka e mira dhe të ndalosh prej të keqes, të ruash gojën nga talli e kibetit, të respektosh prindërit gjithmonë. Të kujdesesh për arsimin dhe edukimin e fëmijëve, të jesh në gjithë në frikën e Allahut xhaleshanuhu, të kesh mëshirë ndaj krijesave, të kujdesesh për mbajtjen e vetes dhe familjes, të jesh mesatar në kryen pi dhe veshje, të mbrosh shikimin nga harami, të mbrosh veshën nga harami, të mbrosh dorën nga harami, të jesh I matur në fjalë, të jesh I drejtë në shitje dhe vlerje, të mos e marrë vetë të kryelar, të mos jesh të përshtetzuar, të kesh durë përmbare. Të mos përmendesh të mirën që ke bërë, të mos nxjerrësh fallë, të mos e besosh fallin, të mos nështrosh jepsi, të mos merresh me se ke magji, të mos kesh xhile I hasen, të mbash pasatinën në trup, në tesha dhe në banes, të mundosh për pajtim dhe bashkim, të mos gëzosh për gabimet e tjetrit dhe të mos fash fjalë mes njerëzve. Me u bë besnik, të thosh të drejtën dhe puterin e tëmë tëndi, të largosh nga shoqërimin me shokët e të qetë, të vizitosh parafrisin, të kesh kujdes në rqenjeve, të besosh se vdekja do të gjejë në çastin e caktuar, të kesh kujdes në mesafereve, të I dosh pejgamberin dhe adhen dhe të luftosh për të. Ilahi nga Ailin Zenoni. Rrugën time me lullavar, emrin tënd kur surë goja, dritën tënde për herë parpava, zemra fort filloj të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed, Esselamu alejke ya Rasul Allah, Esselamu alejke
Kur'an'da lezojnë, Erasi Kullaj, Berna Bajrami, Erina Abasi, Erina Ademi, Kanita Ibrahimi, Veron Ramadani, Amela Jumaili, Erina Ibrahimi, Mirnesa Elmasi, Verda Maslami, Bignana Ibishi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون إن لم نجعل للأرض مهادا والجبال أوتادا وهلكناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير زاد تقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله للنور من آياتنا إنه هو السميع البصير آتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض ولتعلمن علوا كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لا وانفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحات وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحاشئين والحاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Surët e shkurta do t'i lexojnë Erina Abazi, Arjan Miftari, Villana Ebeshi, Veron Ramadani, Verda Mazlami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بحرمة هتمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. فاعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. Të nderuar hoxhallar, të respektuar motrat e vëllezër, shumë të dashur nxënës dhe nxënëse apo talebet e xhamisë së fshatit të Bukovit Xhami e Reja, më lejoni që me përfundimin e hatmes të Kuranit Kerimit, i cili u realizu sot në këtë xhami, në këtë xhamat, në emër të muftiut të muftinisë dhe toac, profesor doktor Silver Efendi Xhemaili, ku në të njëjtën ditë apo në të njëjtin orë tash muftiu gjendet në xhamin e fshatit të Arsku, edhe atje është duke realizuar programi me nxënësit të cilët kemë përfënduar me hatme Kerimin. Andaj unë në emër edhe të hoxhallar, edhe në emër gjithë juve që jeni prezent, sot ishim dëshmitar
që nga këta nxënës dhe këta talebe që me të vërtet Hoxha Efendi kishte përgatitur në formën më të madhe nga këndimi i Kuranit Kerimit, ilahijet të cilat i lexuan, njohuri drejt shërët e Islamit, ajo që ka dohet unë të them të gjithë u tha nga këta nxënës, nga këta talebe, po si zakonisht unë do t'i them disa fjalë rreth këtyre programeve të cilët organizohen edhe ata të cilët janë shkaktar për organizimin dhe mirëmbajtjen e mësimit procesit fetar apo të arsimit fetar në xhami. Tre faktorë janë kryesor për të u realizuar ky program bukur i mirë të cilin ne e dëgjojmë sot në këtë xhami. Faktor kryesor janë këta nxënës, këta talebe të cilët krahas obligimeve që kanë në për shkolla, edhe kurse të ndryshëm kanë arritur që të mësojnë gjërat elementare, të mësojnë Kur'anin, leximin e Kur'anit dhe gjithë ajo që u duhet në jetën e tyre të ardhmen, njohuri për rreth shërët e Islamit. Andaj, unë e di porosi do t'i kisha thënë për këta nxënës, ta duhet këta talebe, apo këta voglush të cilët të sot me zërat e tyre të bukur, me leximin e tyre të mirë, me gjithë ata të mirë që ndëgjojnë, këta duhet të çdo herë të respektojnë prindët të cilët unë në fillim e lexova një ajet kuranor, janë kujdes që fëmijët e tyre të ndërgojnë me këtë, edhe këta janë përgjigjë thirrjes së baballarëve, nënës edhe babës, edhe kanë të mësojnë fenë Islamit. Andaj këta çdo herë do t'i kujtojnë prindët ka e mira për fëmijët, se ata janë shkaktar të cilës sot edhe i kena sot pranë neve që na kënaqën me zërat e tyre. E dita, këta çdo herë do ta kujtojnë, nuk do ta harrojnë mualimin, Hoxhën e nderuar Xhemal Efendiu, se ai është shkaktar i cili me vërtet ka arrit me punën e tij që këtyre talebe, këtyre nxënësve të mësojnë leximin e Kuranit edhe gjitha njohuritë rreth Islamit. Faktori i dytë që ne sot jena të bëu këtu janë edhe prindët. Baballarët të cilët me plot kuptim e kanë kuptuar se çfarë domethënie ka ti jesh babe dhe nënë, sipas fesë islame, sipas rregullat të Islamit, prindi e ka për obligim detyrë obligative që fëmiu vet t'ia mësojë, apo nëse s'ka mundësi t'ia mësojë feja, e dërgon në xhami që si keni vepruar ju e keni qenë te Hoxha. Kjo është një, mo të them, puna me madhe që e keni bu, inshallah Allah të shpërblet dhe juve gjithve të cilët jeni munduar dhe i keni prunë fëmijët në xhamin me këtë të mësojnë fenë Islamit. Po që ato besoj se ka edhe disa fëmijë të cilët mund të ardhen, se këtu në këtë xhami procesi i mësimit fetar zhvillohet bukur mirë, pasi ka edhe një mualim tjetër e dini Vedat Efendi. Besoj se në të ardhmen do të vazhdojnë edhe të shtohet numri i këtyre nxënësve të cilët në të ardhmen keset e pak më tepër. Gjithashtu do të përmendi edhe faktori kyç është mualimi apo hoxha i nderuar, këtu është fjalë për Xhemal Efendi Misimi. Xhemal Efendiu është një ndër mualimet më me përvojë pune në muftirinë e Letovës, ku e ka tregu veten e vet, ka dhënë një kontribut madh, një rezultat madh në punën e mualimllokit, në punën e mësimit fetar, ku për çdo vit 30-40 sigur që është rasti me këtë gjeneratën tash që sot përfundon janë 28 nxënës dhe talebe të cilët kanë përfunduar hatmen e Kuranit Kerimit. Andaj hoxhës së nderuar Xhamaluddin Efendiu, Allah t'i japë shëndet, Zoti t'i japë parësi dhe inshallah të ardhmen sa më tepër të ketë sukses në këtë xhami. Këto të ta përmendje edhe hoxhën e nderuar këtë kjo ceremoninë, këtë drejta këta të mire që i konë është falet e hoxhës të nderuar që e kina
i cili ka dhënë kontribut madh në ngritjen e fesë islame edhe fetare qoftë edhe kombëtare. Gjithashtu, këtu do ta përmend edhe hoxhallarët tjerë të cilët janë këtu në këtë xhami që shërben me vetat e Efendiun, edhe normal edhe që kena disa angazhuam ndërkohë dashmir e Efendiu e ju me Efendiu gjithë, të cilët angazhohen në mirëmbajtjen e jetës fetare në xhamin apo në fshatin e Bogovisë. Një mirënjohje shkon edhe për këshillin e xhamisë, i cili shikon një vend jeni dhe shpitar. Ne shkojmë shpesh dalëm në botën arabe, xhamit të cilët i ka muftinia apo ne si bashkësi islame, me gjitha të mirët shtëpikit, shikoni çfarë të episodi për çdo 4-5 vjet ndrohet, me klima, me ditare të mira. Kjo tregon se ne e duna islamin. Me një fjalë, muslimani duhet çdo herë t'i jape përparësi takese, t'i shkojë mjedit xhamit takese më të mirë se shtëpia. Ai është shpërndërë besimtar i cili më iman është këtë. Unë edhe një herë më në fund edhe për herë u kopës edhe xhamatit fshatit të Bogovit, të cilët me vërtetë sot një pikë feste, ditë e madhe, se pejgamberi alayhis salam dhe ta propozoi pasi kena në rast leke këtu parimi pas namazit të drekës, thot me një vend, me një mezhlis kur përmendet emri Allahut dhe shoh, lexohet Kurani, në atë mezhlis, në atë vend, në këtë xhamin që si sot që jena, kur që jena mbledh, pejgamberi alayhis salam thot jenë prezencë me laqe prezentojnë. Edhe ata bëjnë luftje për gjithë të cilët jenë prezent, o Zot më shëroj, o Zot bëri për atyre të cilët do ta valësojsh jetën në këtë dunja edhe në ahiret të jetë për atyre të cilët do ta meritojnë xhenetin. Edhe ne lutem Allahun me shon në fund që krejt ju që ishi prezent në këtë xhami, në këtë ceremoni fetare, e lutem Allahun me shon që vetëm ai të shpërblejë shpërblimet e veta që ka madhëti. Ne do të fillojmë me ndarjen e diplomave dhe Kuranit, dhuratët kanë një Kuran që na pranon edhe para praktikës xhamate vetë në shenjë respekti si një ndër mualimët i cili ka dhënë kontribut të shkuar në lëmin e mësimit fetar, nga ana e muftinisë i tajnë mirënjohje dhe të vijë hoxha të marrë mirënjohje kurse xhamit e Efendiut do t'i lexojë emrat atyre që do ndajnë diploma.